Mirë po falenderoj Allahun që në mesin ton ekziston një shoqëri që ne fitojmë tu ju ndihmu atyre. Po thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, ju ndihmoni nga Allahu, ju furnizoheni nga Allahu për hir të këtyre kategorive. Po i përmeni disa prej tyre. Kush janë këta që kanë vlerë tek Allahu? Kush janë këta që kanë peshë tek Allahu por që janë në të dopt? Kategoria e parë, vëllezër nderuar, janë të varfrit. Ata nuk kanë të mira materiale, mirë por në vazhdimsi për çdo ditë, për çdo moment e presin të mirën tonë, ndihmën tonë. Ata janë të pafuqishëm. Mos i bën shirk Allahut me gjuhën tonë, me thonë po me pasdash Zoti edhe atyre ju kishte dhënë. Mirë po falenderoj Allahun që në mesin tonë ekziston një shoqëri që ne fitojmë tu ju ndihmu atyre. Kategoria e dytë është ata që kanë mbetë pa shtyllën e familjes. Janë jetimët. Janë ato gratë e veja të cilët kanë mbetë pa burrat e tyre. Kurdo herë, në çdo moment, në rast se ne kujdesemi për ta, dije se Allahu do të na ndihmojë dhe do të na furnizojë. Kategoria e tretë është janë ata të smut, të cilët janë të paaftë edhe fizikisht, mirë po edhe psikikisht. Kategoria e katërt janë të moshuarit tanë, vëllezër nderuar. Tash është një moment, në këto qaste, shpejt banje një pyetje vetës. A thu vallë kjo ndihmë që është nga ana e Allahut, këtë bereqet të madh që e kam vetën teme, në familjen teme, a është si rezultat i punës e i angazhimit tem, apo është një sekret dikun që unë nuk e pas në ditë? Pasha Allahun, të bazun atë që e tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, është dikush prapa teje që është të e ban një lutje të sinqert për shkak se ti për çdo ditë, për çdo moment jetë ja gëzu zemrën atij, jetë ja fladit shpirtin atij, ti jetë e bot lumtur atë. E për atë Allahu dhul xhelal është të ndihmu, edhe Allahu dhul xhelal është të çu rrezik që ti nuk e pret. Munal dhe me mendu këto të mira që janë tu i përjetu, sa vite duhet me punu one që Allahu dhul xhelal më dhon këtë nimet. Mirë po është një lutje që ti e jep një sadaka dikun dhe ai bën lutje për ty. O vllazët e mi nderuar, o besimtar dhe xhamat shumë të respektuar. Ti që je sprovu me babën dhe me nanën, me vllahun dhe me motrën, me vladin dhe me vajzën tane, janë të paaftë, s'kan mundësi, Allah i ka sprovu. Mirë po çdo kujdes i yti ndaj tyre, për shëndetin e tyre, për furnizimin e tyre, për higjienën e tyre, ata nuk kanë mundësi me e thani një fjalë, se Allah i ka sprovu, ata nuk mund me folë. Mirë po çdo fjalë që mundohen me nxjerr pi gjuhës, a e dini çka janë të thonë? Ata janë të thonë, Allahu të shpërblef me të mira. Pasha Allahun, ti që je sprovu, dhe jetu i ndajt afër babës dhe nanës, vllaut dhe motrës, fëmiu tanë, kushdo që është i familjes, është sprovu. Mirë po ti për hir të Zotit, ajo është i dobët. Ti dhe unë që sot po themi jemi të fuqishëm, kena me ardhur në moshën e baballarëve tanë dhe nanave tona, që kena me pas nevojë se jemi dopt në atë kohë, kena nevojë edhe për ndihmën e dikujt. Mirë po ato zona që thonë se prindi, baba dhe nana janë pengesë në familjet tona, ata vetëm njerëzillok nuk kanë. Neve na ka mësu feja, na ka mësu dini Allahu xhela xhelalu, se na mujna me hyrë në xhenet të kujdes për babën edhe për nanën. Na kena me hyrë në xhenet të kujdes për vllahën dhe për motrën. Na kena me hyrë në xhenet të kujdes për ata të cilët janë pafuqishëm. Andaj vllazë nderuar, në fund, çdo kategori që nuk ka pushtet, nuk ka pasuri, nuk ka ndihmë, nuk ka mbrojtje, por që ka sinqeritet në zemrën dhe është i porullit para Allahu dhul xhelal, dije nga ky moment se ata janë burim i rrezikut dhe ndihmës së Allahu dhul xhelal që është në këtë shoqëri. Vazhdo me krenari, me mburje, sepse këto baballar dhe këto nana tona, kur ishin të ri, me sakrificë, me mund, kanë la anash diçka që ne sot, ti dhe unë, me ndëgju lirë shumë, me frimu lirë shumë, edhe këto të mira dhe nimetet Allahu xhela xhelalu mi përjetu. O vllazë nderuar, lut në Zotin e madh në këtë ditë madhe, ditë e xhumë, ata që janë të sprovuar,
Se nesër ndoshta edhe nesër provohemi ne me qenë afër tyre deri në çastet e fundit kur ata do të largohen prej kësaj bote. Asnjëherë mos me u ndi keq baba dhe nana. Në këtë kohë ata diçka këshyrin o vllazën nderuar në televizion. Për cilin programe, për cilin lajme, për cilin emisione, a muni me marrë me mend qysh nihet, qysh ndihet një babë dhe një nanë, një vlla dhe një motër që është sprovuar nga ana Allahu xhele xhelalu, mirë po kur ndëgjon se ne qenë një pengesë për babën, ne qenë një pengesë për vllaun, ne qenë një pengesë për ata të cilët po jetojmë. Është e rënë, mirë po ne themi na ka edukuar Islami, edhe pse i kemi në familje, edhe pse i kemi në shoqëri, ne në xhenet shkojmë bashkë me ta. Kujdesin ndaj tyre edhe me atë që ka kena mundësi. Allahu la yukellifullahu nafsan illa wus'aha. Allahu kërkon se ngarkon për te mundësisë. Një fjalë të mirë, një ndihmë të mirë, një tha babës, një fjalë të mirë, një tha nanës, një fjalë të mirë, një tha atij i cili ndoshta nuk i ka kushtet e mira, mirë po më dha shpresë. Bën sabër për hir të Allahut, se fundi është vdekja. Ne kena me vdek dhe kena me dal para Allahut subhanahu wa taala. Lutni Allahun dhul xhelal për krejt ata të cilët janë të smur, Allah i me i shëru, ata të cilët janë zhyt në borxhe, Allah i me i ndihmu, ata të cilët po mbahen të burgosur pa drejtësisht, Allahu me i liru, Zoti i madh i fuqishëm, që jemi bashkë në ditën e madhe, ditë e gjuma, më na bë bashkë edhe nesër kur të dalim para Allahut subhanahu wa taala dhe më na dha lajmi se ju për hir të punëve tuaja që i keni bë, për hir të Zotit dhul xhelal, ju e meritoni faljen e Allahut dhe xhenetet e bukura të Allahut subhanahu wa taala. Në fund thuni astaghfirullah, se me të vërtetë Allahu është falës dhe është mëshirues.